Bllokimi I tonelatave të domateve me pesticide mbi normë në Kroaci ka dhënë efekte në tregun shqiptar. Më të prekurit janë fermerët, të cilët tregojnë se I gjithë prodhimi I këtij viti I ka mbetur stok. Mungesa e tregut ka bërë që shumica t'i hedhë ato në kanal. Pas rastit të Kroacisë, fermerët e Samaticës theksojnë se porositë janë ndërprerë thuajse plotësisht. Ne si fermerë të gjithë zonën Samaticë këtu, kemi bërë sera, kemi investuar goxha lek, edhe kemi bërë mallin sipas standardeve. Ne kupton, sa thonë që me pesticide po I nxjerrin edhe në Kroati, nuk është e vërtetë kjo gjë. Unë personalisht kam 1 hektar ser, kam mbjell dhe trangull dhe pak domatin, si I thonin gjuhën kështu pomodorini, po nuk po shitet. Çmimi normal që është I ulët po. Ne po vojmë ta heqim. Tregtarët e eksportit nuk po funksionon si ka funksionuar. Një prej fermerëve drejton gishtin e akuzës tek ata që abuzojnë me pesticidet, duke rënduar edhe pozitën e fermerëve të tjerë që punojnë brenda standardeve të kërkuara. Arsyeja e bllokimit nga shteti kroat, kjo ishte që përdorimi I pesticideve. Jemi në këtë gjendje këtu ku jemi, që malli nuk po shitet edhe që tregtarët nuk po vinë të marrin mallin. Kjo ka bërë një dëm, domethënë që nuk mund të imagjinohet, sepse e para duke mos shit as pak zero, nuk arrin që të mbulosh shpenzimet e shumta për këtë sezon. Fermerët ngrenë akuza edhe ndaj institucioneve shtetërore, të cilat sipas tyre nuk kanë ndërmarrë asnjë mas për të mbrojtur imazhin e bujqësisë shqiptare dhe për të ndihmuar fermerët në gjetjen e tregjeve alternative. Ata kërkojnë urgjentisht ndërhyrjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe strukturave përkatëse për të shmangur falimentimin e tyre të sigurt.